Shkodra ishte ndalesa rradhës e një grupi qytetarësh nga Korça, të cilët vijojnë aksionin për mbledhjen e 20.000 firmave në mbështetje të nismës ligjvënëse qytetare me synim financimi nga shteti të trajtimit shëndetësor jashtë vendit për fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç, një nismë e cila kërkon që fëmijët të kenë mundësi të trajtohen në spitale jashtë Shqipërisë me fonde publike në rastet kur sëmundjet e tyre nuk mund të përballohen nga sistemi spitalor shqiptar. Aktivisti Kladi Plaha thotë se janë 50 raste në vit që kërkojnë trajtim jashtë vendit dhe për buxhetin e shtetit nuk është një kosto e papërballueshme, në mënyrë që qytetarët përveç problemit shëndetësor të mos kenë shqetësim edhe problemin ekonomik. Kjo është një nismë qytetare që kërkon të mbledh 20.000 firma për të çuar në parlament një projekt ligj që të detyrojë shtetin shqiptar të mbulojë financiarisht shpenzimet e fëmijëve që kanë nevojë për kurim jashtë vendit, kur ky kurim nuk është i mundur në spitalet publike shtetërore në vendin tonë. Dhe jemi sot në Shkodër për të mbledhur firmat e qytetarëve shkodran. Kemi nisur nga Korça, jemi prapë në gjithë Shqipërinë, sot jemi dhe në Shkodër, do jemi dhe në ditën në vazhdim, dhe i ftojmë gjithë qytetarët shkodran të na bashkohen për të mbështetur të iniciativën tonë. Rastet që janë mesatarisht janë diku në 50 raste në vit. Dhe për buxhetin e shtetit nuk është një kosto e papërballueshme, është një kosto realiste që mund të përballohet dhe për të ndihmuar çdo fëmijë, që familjet shqiptare të mos kenë përveç hallit shëndetësor të mendojnë edhe për hallin ekonomik. Nisma ka nisur nga qyteti Korçës për të vijuar edhe në qytetet e tjera të vendit.